Një nga momentet më të bujshme dhe më të diskutueshme në Big Brother Kosova ka qenë padyshim episodi ku Elioni u mbajt në ajër gjatë një loje të çuditshme dhe argëtuese. I gjithë skenari ishte një kombinim i adrenalinës, humorit dhe pak tensioni, që krijoi një situatë që i la të gjithë banorët pa fjalë dhe shikuesit para ekranit të mrekulluar. Loja nisi si një sfidë e zakonshme, por kur u shfaq ideja që një prej banorëve të mbahej lart në ajër, atmosfera ndryshoi krejtësisht. Elioni, me një kombinim të frikës dhe eksitimit, u ngjit në një strukturë që e mbante atë të lartë mbi dyshemen e shtëpisë. Shumë banorë nuk mund të mbajnë dot të qeshurat kur e pan atë të luhatet. Duke bërë grimasa të çuditshme dhe duke u përpjekur të ruante balancën, tensioni dhe humori u përzierë në një mënyrë perfekte. Disa banorë përpiqeshin ta ndihmonin, të tjerët gjuanin batuta dhe e tallnin me çdo lëvizje të tij. Shumë momente nga kjo lojë u bën virale në rrjetet sociale, pasi ishte një kombinim i bukur i kuriozitetit, aksionit dhe humorit spontan që vetëm Big Brother Kosova mund ta ofronte. Përtej argëtimit, ky moment nxiti edhe reflektim mbi dinamikën brenda shtëpisë. Shikuesit panë se si banorët reagojnë nën presion, si formohen aleancat dhe rivalitetet, dhe si humori mund të shërbejë si një mjet për të lehtësuar tensionin. Elioni, ndërkohë, u bë protagonist i një historie që do të mbahet mend gjatë, duke treguar guximin e tij, por edhe pjesën e tij më të qeshur dhe njerëzore. Në fund, të gjithë banorët dhe audienca u përfshin në një eksperiencë që ishte më shumë se një lojë, ishte një kujtim i gjallë i momenteve më të papritura, argëtuese dhe të paharrueshme që mund të ndodhin brenda mureve të shtëpisë së Big Brother Kosova.